E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit edhe për të komentuar në fakt qëndrimet tashmë të ish banorëve. Edhe pse në fakt mendonim që raporti do t'ishte fantastik me Selin dhe Briken, edhe pse intervista ishte ideale, duket që vajzat, në këtë rast Selin, ka një lloj mendimi për Brikenën. Tani nuk e di se është xhelozi kjo gjë që televizioni Top Channel përzjodhi Brikenën dhe i dha gjithë këtë fokusin Brikenës, apo është thjesht një bindje që Selin e ka që për të qenë një moderatore e suksesshme, duhet vërtet të kesh këto statuse. Ju e dini shumë bukur që Selin ka qenë e ftuar në një nga emisionet e televizionit Top Channel dhe kur është pyetur për rolin e Brikenës si moderatore, ajo është shprehur jashtëzakonisht shumë me rezerva dhe unë pash realisht një lloj mini xhelozie, le ta themi, kundër drejt Brikenës ose një mendim i pastër. Selin thot kështu: nëse aspiron të bësh moderatore, minimalja që duhet të bësh është të studiosh. Të studiosh figura që kanë vite në moderim, televizion dhe në rolin e gazetarit. Në një farë mënyrë, do të thënë Selin është duke thënë që duhet të vjedhësh, të imitosh në një pikë dikë për të dalur pak më mirë. Tani, unë nuk ma merr mendja që Brikena ka patur synimin moderatoren. Unë mendoj që Brikena erdhi në këndin e moderatores pasi që televizioni Top Channel lufton për klikime dhe personazhet që kishin më së shumti klikime në atë kohë kur do me thënë transmetoheshte Top Arena dhe për ta shitur materialin e tyre, ishte Brikena dhe Mateo. Publiku ishte i fokusuar tek çifti dhe mendoj që televizioni Top Channel e luajti rolin, përzjodhi Brikenën, përzjodhi Mateon, edhe arritën deri në këtë pikën ku janë deri në këtë stadin. Brikena nuk është se ka thënë brenda në shtëpi që ka një dëshirë të madhe për të qenë një moderatore goxha e suksesshme, do të thënë këto gjëra nuk i ka thënë, biles nuk e ka përmend fare rolin e moderatores, do të thënë roli i moderatores i erdhi për herë të parë si një mundësi. Unë mendoj që sikur fillestare në këtë drejtim, Brikena ka shkëlqyer, edhe pse kishte një presion të jashtëzakonshëm, por unë nuk do ta kisha marrë me shumë seriozitet rolin e moderatores të Brikenës, sepse Brikena ishte më së shumti për t'ju ashitur materialin këtij televizioni. Tani unë dua të jemi sinqert, unë kështu e kam parë këtë rolin e Brikenës në Top Channel, edhe pse e kam thënë gjithmonë Brikena ka qenë e shkëlqyer. Nga ana tjetër, unë shoh një lloj pikë xhelozie ndoshta tek vajzat, sepse Selin mendon që nëse asaj do t'i jepeshte një rol, me patjetër që do t'ishte më e shkëlqyer, pasi që Selin vjen me një eksperiencë të tillë. Dua të marr mendimin tuaj.